Okej, tani do laj një çik dorë. Unë pagova gjithsej tek ky restoranti 600.000, sa shumë që duket, 600.000 rupia, që i bie në lek shqiptar. Që i bie në lek shqiptar gati 30.000 lek. Sa herë mirë që vjen këtu. E di që do më mungoj shumë nga Bali, ajo era, se këta ndezin gjithmonë sente. Keni parasysh, nuk e di se si quhet, të them të drejtën, as në anglisht nuk e di. As në shqip, po janë ato që bëjnë njerëzit yoga, që janë kështu të drejta, edhe që digjen avash. Sent? Nuk e di. Dhe në Bali, në moment që ti land në Bali, vjen direkt ajo era e këtyre dhe shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë. Kjo do më mungoj shumë nga Bali, era që është këtu. Edhe këta luten, kanë ca rituale të tyre, që luten gjithmonë, kanë ca shporta të bukura dhe vendosin aty për shpirtrat që pa mendojnë që ekzistojnë këtu, vendosin ushqime, vendosin kukis të vogla, vendosin cigare, një cigare. Sepse shpirtrat e këtyre, nuk e di mos të flas kot, se ma kanë shpjeguar 2-3 herë, po them të drejtën se kam mbajtur shumë mirë mend, po duhet që të pranojnë shpirtra, stuff like that. Të them të drejtën, nëse kjo është e vërtetë, se njerëzit thonë që po erdhe në Bali dhe bëre edhe pate Bali Belly, i bie që ty the island nuk të ka... Hello! I bie që ty island nuk të ka pranuar si një njeri, dhe ti sëmuresh edhe nuk je njeri i duhur për të ardhur këtu. Unë nuk jam sëmurur asnjëherë këtu, e vetmja kohë që unë sëmura. I'm vlogging. So, e vetmja herë që unë jam sëmurur ishte sepse isha me kokë të lagur edhe uftova, me që e kisha bërë shumë ftohtë dhomën. Kështu që mua Bali, nga që jam shpirt njeriu, mua Bali më pranoi. Bye. Okay, so now I'm going